Numërimi i votave nga zgjedhjet e 28 dhjetorit ende nuk kanë përfunduar. Në qendrën e numërimit të votave në Prishtinë, po vazhdon procesi i numërimit të votave me postë. Deri më tani janë numëruar rreth 48% e votave të dërguara me postë. Nga këto numërime, lëvizja vetëvendosje po kryeson me 72.53% apo 9.028 vota. Në vend të dytë renditet Lidhja Demokratike e Kosovës me 10.03% apo 1.249 vota. Në vend të tretë dhe të katërt janë Partia Demokratike e Kosovës me 8.77% dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me 5.82%. Ndërka sa i përket kandidatëve, më i votuari është kryetari i vendvendosjes Albin Kurti me 8.560 vota, i pasuar nga bashkëpartijakët Glauq Konjufsa, Albolena Haxhiu, Hekuran Murati dhe Donika Gërvalla. Tek Lidhja Demokratike e Kosovës, më i votuari është lideri Lumir Abdigjiku me 1.004 vota, i pasuar nga Hikmete Bajrami, U Krukova, Avdullah Hoti dhe Kujtim Shala. E nga PTK, kandidati me më së shumti vota është kryetari Bedri Hamsa me 1.002 vota dhe pasohet nga Arjan Tahiri, përparim Grut Sala Jashari e Ardan Berhami. E tek AK-ja më i votuari është lideri Ramosh Haradinaj me 699 vota dhe pas tij vijnë Daud Haradinaj, Besnik Tahiri, Bek Berisha dhe Agem Çeku.